Agjerimi gjatë muajit të Ramazanit përfaqëson një model të përkufizimit kohor të ushqimit. Në pikpamje mjekësore, agjerimi paraqet shumë përfitime shëndetësore. Sjell ndryshime metabolike të matshme dhe të dokumentuara në literaturën mjekësore. Çka i ndodh trupit ton gjatë agjerimit? Niveli i insulinës bie, përmirësohet ndjeshmëria ndaj insulinës, sidomos të individët me insulinorezistencë, trupi ynë shfrytëzon yndyrnat për energji, përmirësohet dukshëm profili i lipideve, po ashtu aktivizohet procesi i autofagisë, një mekanizëm i pastrimit të qelizave, po ashtu gjatë Ramazanit është pa se kemi rënje të dukshme të markerëve të inflamacionit, pra ullet niveli sistemik i inflamacionit, edhe pse në bazë të fakteve shkencore, agjerimi sjell shumë dobi mjekësore, janë disa grupe të pacientëve që duhen të kenë kujdes me të shtuar gjatë muajit të Ramazanit. Janë pacientët me diabet. Nëse pacientët me diabet kanë kontroll të rregullt të glikemisë, pra kanë glikemi të stabilizuara, pa epizoda të shpeshta të hipoglemisë, mund të agjerojnë. Por gjatë agjerimit duhet të jenë të vetëdijshëm se kanosen disa rreziqeve, si për shembull rënja e glikemisë apo hipoglikemia, rritja e glikemisë apo hiperglikemia dhe dehidrimi. Grupi më i rrezikuar apo që mund të ketë pasoja gjatë agjerimit janë pacientët me diabet të mvarur nga insulina. Nëse këta persona vendosin të agjerojnë, duhet të konsultohen me mjekun e tyre para fillimit të agjerimit, sepse dozat e insulinës kërkojnë rregullim apo profil të individualizuar. Insulina e mëngjesit zakonisht duhet të merret në kohën e iftarit, kurse insulina në syfyr duhet të reduktohet doza 20 deri në 50% të dozës totale. Tjetër çka është e rëndësishme të grupi i pacientëve me diabet është të bëhet matje të rregullta të glikemisë para syfyrit, 2 deri në 3 orë pas iftarit. Nëse ndiheni keq, mund të bëni matje gjatë ditës. Matjet e sheqerit nuk e prishin agjerimin. Pra, ju duhet të keni afër një glikometër, një aparat për matjen e sheqerit dhe sheqer të gatshëm në raste emergjente. Kur duhet të ndërpresni agjerimin? Nëse vlera e sheqerit është më e vogël se 3.9 mmol për litër, nëse vlera e sheqerit është më e madhe se 15 mmol për litër, nëse keni dridhje, djersitje, marramendje, dobësi të ekstremiteteve. Në këto raste rekomandohet ndërprerja e agjerimit përmes marrë deri tek pasojat më të rënda apo komplikime tjera më të rënda. Pyetjet më të shpeshta që i marrim rreth Ramazanit janë pyetjet nga personat që janë me hipotirozë dhe që përdorin tableta levotiroksin apo T4. Të gjithë pacientët e dinë që tabletat për gjendër tiroide duhet të merret në lugë të zbrazur, 30 deri në 60 minuta para ushqimit. Në Ramazan janë 2 opsione. Të merrni tabletat për gjendër tiroide 30 deri në 60 minuta në syfyr para se të konsumoni syfyrin. Opsioni i dytë është të merrni tabletat për gjendër tiroide para gjumit. Do të thonë 3 deri në 4 orë pas vaktit të fundit të konsumuar. Ju e dini tashmë se tabletat për gjendër tiroide nuk duhet të konsumohen me qumsht, me kafe, suplemente të hekurit apo kalcium. Pacientët me hipotirozë zakonisht nuk kanë komplikime gjatë muajit të Ramazanit dhe as nuk kanë ndryshim të dozës terapeutike.